Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me ju dua t'i ndaj 5 porosi që mendoj se janë të rëndësishme për secilin besimtar, për secilin aktivist, për secilin davetxhi dhe për secilin hoq. 5 porosi që na ndihmojnë të shërbejmë këtë fe dhe na ndihmojnë të ballafaqohemi me sfidat që na vijnë, të cilat detyra dhe obligime që i takojnë secilit besimtar që beson në Allahun e Madhveshëm dhe ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndjek metodologjinë e tij, ai që vepron në shërbim të kësaj feje, jep kontribut për rregullimin e jetës së besimtarëve në përgjithësi. Këta njerëz duhet të mendojnë rreth këtyre 5 porosive, t'i zbatojnë dhe të mundohen sipas tyre të veprojnë. E njeriu të lirë i mjafton një porosi, një fjali, një fjalë vetëm. Porosia e parë, të cilën e ndaj me ju, është kjo: secili njeri individualisht duhet të jep përpjekje serioze që të shpëton nga dënimi i Allahut Dhul Xhelal, që të shpëton nga hidhrimi i tij. Kjo do të me qenë brenga jeme dhe jotja si individ. Secili prej nesh të vepron, të punon që të shpëton nga hidhrimi i Allahut dhe ndëshkimi i tij. E kjo ndodh duke pas parasysh këto gjëra. E para, të pendohemi sinqerisht nga e kaluara jon dhe të heqim dorë nga të gjitha gabimet, mëkatet, veprimet që janë kundërshtim me dëshirën dhe kërkesat e Allahut Dhul Xhelal. E dyta, të ripërtrim lidhjen tonë me Allahun subhanahu wa taala, duke ju kthyer adhurimeve dhe lutjes, duke i përsërit adhurimet dhe lutjet dhe duke i shtu ato. 3. Me përkushtim të sinqert në istighfar, në përulje, khushu edhe devotshmëri karshi Allahut të Madhërisht subhanahu wa taala. Pra kjo është porosia e parë. Maja galen vetës. Ke frikë Allahun dhe ruju prej veprimeve që sjellin hidhrimin e Allahut tek ti. Porosia e dytë: merre përsipër urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Çdo herë kur gjendesh dikun me diken, mësoja një të mirë, urdhëroje për ka e mira. E kur e shet diken që bën gabim, ndaloje nga ajo e keqe, këshilloje, porosite. Merr iniciativa në vendet ku jeton, në shtëpinë tonë, në lagjen tonë, në shkollën tonë, punëtorinë tonë, në administratën ku punon, me kolegët e tu, me shokët e tu, me gjithë, merr iniciativa për të përmirësuar gjendjen e tyre, për të përmirësuar raportin e tyre me Allahun Dhul Xhelal. S'është më rëndësi a është pyetje një njeri, 2 njerëz, 5, 10 apo 50. Ti vazhdimisht mundohu të jesh pozitiv, të reflektosh energji pozitive dhe të ndikosh pozitivisht tek ata. Dhe mos u dorëzo përballë realitetit hidhur në cilin gjendemi na. Mos u trego i paaft, i pafuqishëm, sepse të gjitha ndryshimet e mëdha kanë filluar prej iniciativave, aktiviteteve individuale të njerëzve. Dhe kjo arrihet duke pas parasysh këto gjëra si nën porosi. E para, mos u bëj i heshtur, karshi fenomeneve destruktive, degeneruese, shkatërimtare. Mos u bë negativ, mi pengu tjerët nga aktivitetet e ndryshme pozitive. Mos i dekurajo njerëzit. Pra as mos hesht, as mos përhap energji negative, as mos i pengo tjerët. E dyta, vepro me aq sa mundesh, kudo qoftë. Nëse s'mundesh jashtë shtëpinë tënde, nëse s'mundesh me të huj me shokët e ngushtë tu, nëse s'mundesh dikun ma gjan, atje ku ke mundësi dhe je i sigurt se porosia jote e fjala jote ka me pas efekt dhe ndikim. Paraqit veprimet tuja, angazhimet tuja, ato me të cilat para Allahu do të arsyetohesh se ke bo diçka për këtë din, për këtë fe. Kjo është porosia e dytë. Porosia e tretë, vazhdimisht
ushqeje mendimin e mirë për Allahun. T'jesh I bindur se Allahu I madhreshëm I jep besimtarit sukses, I jep përparim, I jep zhvillim kur ai mundohet. Pra je optimist, ki shpresë, beso në fitoren që Allahu ka më ia sjell besimtarve. Normalisht mos bie në ndikim të dëshpërimit, energjisë negative, pesimizmit, por je optimist se ky mund që ti e jep, ky angazhim që e bën ti dhe shumë tjerë si ti, në fund kanë me sjell sukses, kanë me sjell rezultat. Dhe për të arritur këtë zbatimin e kësaj porosie të tretë, kuptoje se optimizmi është karburanti I mbrëmshëm, është landa djegëse, është benzini që të shtin përpara në veprimin tanë. E dyta, mos e shto zërin e dëshpërimit që të vjen nga mbrenda për mos me u lodh, mos me u angazhu se kot, sidomos kur të vjen ky zë I dëshpërimit nga mbrenda përballë presionit që vjen nga jashtë, që me të nal në angazhimet tuaja, në punët e marra tuaja. Dhe treta, mbështetu tek Allahu Dhu Xhelal dhe ngrihu me vendoshmëri gjitha punët e marra. Mos lejo me të kap lagështia, dembelia, përtesa. Mbështetju Allahut, kërko ndihmën e Tij dhe ec përpara. Kjo është porosia e tretë. Porosia e katërt, bëj sabër në këtë rrugë. Qëndro stoikisht, pa marr parasysh vështirësive, peripecive, pengesave që të vinë fazë pas faze. Jeta në mejdanin e reformës, e përmirësimit të gjendjes tande, të familjes tande, të lagjes tande, të popullit tanë, të vendit tanë, ka peripeci, ka vështirësi, ka sfida, ka pengesa. Ama ti bën sabër, ti mos u dorëzo, ti qëndro. Si, duke pas parasysh këto nën porosi, e para, trazirat që vinë, sprovat që na vinë, fatkeqësitë që na vinë, tani edhe që ndoshta mund të rriten në të ardhmen, me lejen e Allahut të gjitha ato do të përfundojnë në një përfundim të mirë. Do të jep Allahu pas këtyre sprovave fitimin, shpërblimin, shpëtimin, suksesin. Dhe kjo s'do me thonë që sfidat, sprovat do të zhduken të rësisht, po do të thotë që mundi, angazhimi do të paguhet. Tjetra, duro në këtë rrugë dhe detyrat që ja ke caktuar vetes, kryj me seriozitet, me sinqeritet, mos I lëm pasdore, jepe maksimumin, mos I lë pasdore obligimet tuaja, secili prej nesh ka detyra dhe obligime dhe duhet I kryjnë ato sinqerisht dhe pandal. Dhe e treta, beso me besim të paluhatshëm se përfundimi I mirë është për njerëzit e devotshëm. Në këtë botën, në të gjitha fazat, të gjitha vështirësit, peripecit, fundi u takon njerëzit e devotshëm. Dhe porosia e pestë dhe e fundit, do thotë gjithna duhet ta ushqejmë brenda nesh, brenda zemrës tonë, brenda mendjes tonë, besnikërinë dhe lojalitetin ndaj ummetit islam, ndaj fesë të Allahu Dhu Xhelal, ndaj muslimanëve, dhe të arrijmë ndërtojmë këtë besnikëri mbi bazat e besimit islam, akides islame. Dhe këtë kjo na ndihmon që na zhvishemi prej të gjitha arsyeve për ta përça ummetin islam, për ta fragmentarizuar forcën e muslimanëve. Andaj, kur e kemi parasysh këtë porosi, atëherë na jap në rëndësi thirrjes islame para çdo antarësimi. Dhe thirrja islame ka përparësi para botkuptimit, para xhamatit, para medhhebit, para xhamis, ku falesh ti, ku graviton para lagjes tone. Andaj thirrja islame duhet me qenë më e shtrenjtë te na se sa edhe interesi politik, edhe interesi momental, edhe ai material, I famës, I pushtetit e kështu me radhë. Andaj të gjithë na duhet edukohemi vetë I edukojmë të rit rreth neve, se lojaliteti jon më I madh është ndaj islamit, pastaj është ndaj vatanit. Dhe këto dy objektiva të mëdha, islami si fe madhështore dhe ummeti islam,
pas edhe votoni dhe kombion, duhet të jenë ato që të gjitha matematika tjera janë përmbi. Edhe nuk lejojmë asgjë me na pengu realizimin e këtyre objektivave. Tjetra porosi është që në të gjitha rastet pajtohemi apo nuk pajtohemi, merremi vesh apo nuk merremi vesh, kemi qëndrime të njëjta apo kemi qëndrime të kundërta, vëllazëria islame duhet me qenë më e madhe se sa pika që na ndajnë, sa pika që na përçajnë. Ne do të këshillohemi mes vete, do të debatojmë mes vete, por do e ruajmë vëllazërinë islame si kapitalin më të madh, të cilin e kemi si rezultat i imanit ton dhe besimin ndaj Allahut xhelal. Porosia ose nënporosia tjetër e kësaj porosie të pestë është që të ruajmë koezionin e brendshëm. Sidomos të atyre hoxhallarëve, davetxhive, aktivistëve, thirrësve që punojnë për kauzën e islamit. Sepse kohezioni i brendshëm, bashkënditja e veprimeve, respekti për njëri tjetrin, vlerësimi i mundit të njëri tjetrit janë thelbësore në shërbimin e islamit çdo kohë, e sidomos në kohën e krizave, e sfidave, e presioneve, e vështirësive. Andaj, këtu janë 5 porosi që i ka dhënë njëri për xhallarëve të ri, e unë i mora prej tij dhe i ndava me ty, që unë edhe ti mos vazhdojmë të jemi spektator publik, por të jemi njerëz të qëndrimeve, të parimeve, të angazhimit, të nismave, të projekteve, që jetën që kemi në disponim ta shfrytëzojmë për fitu kënaqësinë e Allahut dhe për ta mbushur me vepra të mira, që në ditën kur dalim para Allahut të gëzohemi angazhimit ton, sakrificave tona, kontributit ton, flijimit ton, vetmuhimit ton dhe të jemi të kënaqur pastaj me mëshirën dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Allah e shpërbleft autorin për këtë porosi, Allah ju shpërbleft edhe gjithë juve që i ndëgjoni e inshallah reflektoni e sipas tyre pastaj edhe veproni e i përcjellni edhe te brezat tjerë, te shokët e juaj, tek bashkëpunëtorët e juaj, që kjo frym e këtyre porosive të vazhdon të jetë e pranishme në mendjet tona, në zemret tona dhe në jetën tonë në përgjithësi. Zoti shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.